ne duhet t'i qëndrojmë strikt afatit që na kanë dhënë ata. Sepse ata afatin nuk e ndrojnë dot, e kanë dhënë. Nëse interesat e tyre fillojnë lëkunden, ata do t'jenë shumë më të ashpër me ne që të mundohen të thonë që nuk ja dolët, nuk dolët në afat. Ndërkohë që ne duhet t'ju tregojmë atyre që ne do t'a bëjmë të gjithë të proces në afat. Dhe në atë moment kur të firmoset gjithë dakordësia për marrëveshjen me Bashkimin Evropian, do jenë të detyruar që ta çojnë në parlamentet e tyre dhe ëndra e madhe do të bëhet realitet. Fal votës së shumicës së shqiptarëve. Tani, pse është kaq e rëndësishme? Pse është përtej partive? Pse nuk është çështja e një fitore aritmetike të Partisë Socialiste? Pse këtu nuk bëhet fjalë për 71 deputet? Apo pse s'bëhet fjalë fare se kemi ne një merak se do vi Këneta ta bëj këtë det Kënet? Nuk ndodh ajo. Është shumë e rëndësishme sepse ne na duhet fuqi. Çfarë fuqie na duhet? Ne na duhet që me ata të jemi si shtash të përpikt. Por në ndërkohë kur bijem dakord me ata, dhe janë 1000 veta nga shteti shqiptar, 1000 veta nga ana e tyre që merren me mbi 250.000 faqe, ligje, vendime, rregulla, standarde, kritere, që janë të tëra ato që duhet plotësosh ti që të hysh te ajo shtëpi. Ne merremi vesh me ta, do bëjmë këtë. Duhet vim në Tiranë t'i bëjmë. Duhet shkojmë në parlament. Tani, e imagjinoni ju që ata ne na kanë dhënë afatin. Ne bëjmë negociata me ta. Bijem dakord me ta, vim këtu, edhe parafityroni ju tani të na dali bufi, atje thot prit një herë tani se do vini të merrni vesh me mua. Ose këta të tjerët, se janë dhe ca të tjerë që vi vërdall, i keni parë ju? Ca zoq të vegjël që vinë vërdall, e thonë ne jemi të rinj, ne jemi rini. Ata rini kanë vetëm në moshën e kryetarëve tyre. Ato partit vogla janë cikli i dytë i farës keqe të ndjerës LSI. Dhe juve ju kujtohet mirë, dhe shqiptarët di mirë, se çfarë kemi hequr. Duke i provuar të tëra. Dhe konkluzioni im është sa më e vogël një parti, aq më të vogla interesat e atyre që e shesin veten për fajsus interesat nda. Partitë e vogla janë për interesat vogla. Një parti e madhe si Partia Socialiste është për interesin kombëtar. Dhe kaq e vërtetë është kjo, sa po të kthehesh mbrapa, Partia Socialiste mund të ketë bërë shumë gabime në 35 vjet, mund të ketë pasur momente jo për të krenuar, por nuk ka asnjë moment që ta ketë tradhtuar interesin kombëtar.